10 vjet nga miratimi me 140 vota, asnjë ligj nuk është miratuar me 140 vota në historinë e parlamentarizmit shqiptar. Madje do thosha sot kemi edhe një ngjarje tjetër, Blerta. 21 prill 1921, 105 vjet më parë, është mbledhur për të parë, parlamenti i parë i dal nga zgjedhjet e para. Ja, shikon, ditë shënuar. Dhe ke nisur, do ta nisim emisionin pikërisht me këtë ngjarje. E para njëherë si ka qenë kjo reformë drejtësie dhe pastaj do flasim edhe për parlamentin. Ajo që shtruat ju ka nevojë për një analist plot, ndoshta për një grup pune, le të themi, ngritur nga kuvendi, për t'i bërë një analizë post factum ligjeve të reformës në drejtësi si janë zbatuar, se nganjëherë janë shkruar dhe sakt, por ndoshta edhe zbatimi s'ka qenë i duhuri. Kështu që megjithatë njerëzve nuk ju intereson më shumë shohin efektin në çështjet e tyre. Po të shikojmë tek njerëzit, ata duan të kenë një drejtësi cilësore dhe një kohë të shpejtë. Mund të them që në këto 10 vite nuk është garantuar asnjë drejtësi më cilësore dhe as e shpejtë, përkundrazi. Pra, reforma në drejtësi e çoi çështjen një nga skenarët, po themi, që është i parashikueshëm. Më shumë se gjysma e trupës gjyqësore dhe e prokurorëve u larguan nga sistemi me vetingun, i kontestueshëm ose jo, ky është një fakt, është përmbyllur si proces. Çështja shtrohet si do plotësohen këto vende, sepse nuk mund të rrihet në pritje, po themi, derisa numri i caktuar të mbarojë studimet nga shkolla e magjistraturës. Se kështu është? Pra, po sistemi është i mbyllur në 2 nivelet e para. Jo, një sekondë, për ata që po na ndjekin, se po thuaj një gjë shumë të rëndësishme, Blerta. Domethënë ti po thuaj që edhe pse vetingu e përgjysmoi trupën e prokurorëve dhe gjykatësve, tani këta nuk janë zvendësuar. Jo, nuk janë zëvendësuar. Si funksionon këto? Pritet vetëm magjistratura? Po, pritet rast mas rasti, pra kur mbaron cikli i studimeve në magjistraturë, bëhen emërimet përkatëse. Sa mbaron sa studenta diplomatë? Tashti nuk e kam ndjekur, dikur kanë qenë numrat 20, 10, pra kanë qenë 20, tani i kanë dyfishuar me sa di, do shkohet një lloj rritje, po ka një rritje, po themi ka një limit që nuk e plotson. Po jo, nuk arrin. Për më tepër është krijuar stoku. Pra dhe sikur të kthejmë skenarin tjetër, që të plotësohet numri siç ishte, është krijuar një stok shumë i madh. Ne nuk mund ta, nuk e di, detyrojmë një gjyqtar të japi te normalitetit vendime, se njeri është ai. Do bëj gjyqin, do ta studioj dosjen, do ta arsyetoj vendimin, kërkojnë kohë. Ka vendime gjyqësore që për shkak të kompleksitetit çështjes shkon dhe javë dhe 2 javë ta mendosh si do ta shkruash. Pavarësisht se në sistem janë përpjekur ta mbushin, po themi, administraton me ndihmësa ligjor, persona që mund ta asistojnë, po jo gjithmonë janë. A e bëjnë ata punën? Eksakt, jo gjithmonë janë cilësinë e dur, ka shumë gjyqtar që ankohen për këtë çështje, thotë s'ma kishte bërë si duhet, atëherë do ta bëj vetë nga e para. A kanë kohë fizike kaq shumë? Nuk është e lehtë. Kështu që ajo që konstatohet tek ne është ndoshta duhet parë si pikë e parë nga kuvendi një herë, që duhet zgjidhur ky ngërç në shtete tjera europiane, Shiko, ka shtete që kanë bazë hyrje si Italia, Franca, Gjermania, e kanë magjistraturën, kanë ngrit shkolla. Por ka dhe provime ku mund të marrin pjesë avokat dhe hyjnë në sistem. Pra ka hyrje dhe nga jashtë sistemit e para. Pastaj ka shtete të tjera si Skocia, që ka sistem kontinental si ne, por bazohet vetëm në eksperiencën e punës. Po themi avokat me 20 vite eksperiencë pune emërohet më një herë në apel. Gjyqtar? Po, gjyqtar. Dhe sot e kësaj dite, unë kam plot kolegë që kanë 20 ose 25, do e bënin me dëshirë. Si nuk e bën një avokat i mirë, po themi, detyrën e gjyqtarit që ka parë ose në apel. Ne na kushton më shumë duke i mbajtur këto çështjet bllokuara. E para na ndikon më shumë për bizneset, sepse një biznes i cili nuk zgjidh një çështje 20 vite e lofare, kam unë klient që janë shoqëritë huaja. Po iki thot nga Shqipëria do zhvendosen Beograd, thot këtu nuk zgjidhen çështjet, nuk rrit tjetri. Si domethënë ka avokat? Po. Apo dhe ka biznesmen që zhvendohen dhe ikin nga Shqipëria dhe shkojnë në shtetet tjetër? Për Ballkan, po. I duket më mirë klima. Është më mirë në Serbi një biznesmen? Tani nuk e di, din vetë ata si e çmojnë, po them. Se ka që ikin biznesmen, ikin në Serbi? Po, janë shoqëri të huaja, flas edhe një herë, shoqëri të huaja, s'flas. Kanë hapur në Shqipëri. Jo. Të huaj. Të huaj, shoqëri të huaja zhvendosen. Vetëm për shkak të vonesave të... Eksakt, një nga pikat, çdo shoqëri e huaj që vjen këtu, që themi ne duam investitor, nëse kam një konflikt, thot, a kanë një mekanizëm jashtëgjyqësisht ta zgjidhi? Po jo, përgjithsisht nuk funksionon. Po një gjyq, thot, sa vite shkon, nëse para reformës, pra deri para 2017-s, flas për eksperiencën personale, nuk marr përsipër për tjerët,
nga momenti që ngrinim një padi, po flas për çështje civile, se penalet kanë afate dhe gjithë shtrëngohen, t'i zbatojnë disi, po civile që mund jenë dhe çështje komplekse, pronësie, që marrin kohë. Unë arrija ta përfundoja nga shkalla parë deri në gjykatë lartë, nga 3 deri në 5 vite, maronte çështja, kurse sot jemi ende me çështje civile që shkojnë 7 deri në 8 vite pa u zgjedhur në gjykatë Tiranës. Do të nga 3 deri në 5, tani është nga Jo, këtu tani jemi 7 ende në gjykatë Tiranës. Pastaj duhet 10 vite të presish në apel, pastaj do presish nga apeli në gjykatë lartë. Atëre nga 3 deri në 5 sa shkon 20? Tash ti mund të shkoj 20, ndoshta më shumë, nuk e parashikoj dot. Unë me klientë e mi jemi në pritje, nuk dalin çështje. Zonja Kraja, tani për çfarë bëm ne këtë reformë drejtësi? Sigurisht, motivet ishin të mira, por ndoshta, tash unë nuk di të them, ka shumë avokat që thonë jo, po se kanë parashikuar. Njeriu i parashikon gjitha kazuset. Unë mund parashikoja edhe një kazus më ekstrem, largimin e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Si do zgjidhej çështja? Po, mund të ndodhte. Ky është një rast, mund të ishte. Ose jo gjysma, po do ishin larguar 80-90%, prapë 90% si do bëhej në sistem. Kështu që unë them, nëse po mendohet të preket kushtetuta për numrin e deputetëve, një nga prekjet më thelpsore tani do ishte hapja dhe mundësia për t'u emëruar gjyqtar ose prokuror, kuptohet kundrejt konkursit ose nuk e di plotësimit kritereve, ushtrimit patjetër filtrave të vetingut përkatës, të personave që vijnë nga jashtë shkollës magjistraturës. Kjo nuk ka tjetër, s'ke ku gjen. Ne nuk mund të rrim në pritje kështu dhe 20 vite. Tani kam një pyetje. Një shqiptar i diplomuar në Harvard nuk fillon dot? Jo, nuk fillon dot, duhet hyjnë magjistraturë. Si tha Roland Rebicka, kjo është fat japësh tha bam vetes. Po kjo shkatërron. Ai mund të hyjnë gjykatë lartë. Pra ne pranojmë nga jashtë sistemin gjykatë lartë ose kushtetuese. Vetëm aty. Po, vetëm aty. Aty duhet të jesh jurist, eksperiencë pune mi 15 vite, po themi i shquar, jurist i shquar, kjo është shumë relative, kush është i shquar. I shquar është një përcaktim shumë subjektiv. Po domethënë një avokat në New York, se ka shqiptar avokat në New York. Mund të vinë nesër antar i gjykatës kushtetuese? Po, dhe gjykatës lartë mund të vi. Edhe gjykatës lartë. Po, por nuk mund të hyj, po themi ka të hyj në shkallë parë në apel, që të ndihmojë. Po si let atje edhe nuk ka drejtë gjë. Eksakt. Kjo është nonsens. Kështu që ne duke marrë shembujt më të mirë, them, të shteteve europiane, duhet ta zgjidhim të ngërç. Ajo zonja Shkreli, ajo e njohura në gjyqtare New York. Po të dojtë vi, nuk vjen dot. Nuk vjen dot? Nuk vjen dot. Mund vinë gjykatë lartë. Mund vinë gjykatë lartë, mund vinë kushtetuese, po në shkallë parë në apel nuk bëhet fjalë. Ua, kjo është ironi shumë e madhe. Mirë po, kjo është një, po themi, një nga problemet bazë që janë shkaktuar pas zbatimit të ligjeve të reformës në drejtësi, po themi. Tani, pse ne këte e quajmë kolaps, domethënë drejtësia është në kolaps, zonja Kraja? Po, mund të them se po është në koma. Është në koma, dhe e di çfarë po bëjmë ne një pjesë avokatësh, biles e kemi edhe si anekdot. Ne kemi bërë shumë kërkesa për përshpejtim, se ka njerëz edhe që kanë specifika të caktuara, ka njerëz janë një moshë thyer, ai nuk do presi, biles kam të tillë që kanë ndruar jetë dhe çështja nuk ka dalë. Edhe do hyjnë trashëgimtarët ligjor me zëvendësim. Ne themi kemi kaluar nga faza kërkesa për shpejtim në kërkesat për heqje dorë. E bëjmë për humor këtë. Heqje dorë, domethënë hoqja dorë nga ankimi, po e lë këtë çështje. Është mjaft dëshpëruese. Njerëzit i mban ajo betejë për drejtësi, edhe është një lloj dinjiteti. Kërkon drejtën tënde për diçka. Dhe nëse nuk funksionojnë gjykatat, funksionon pastaj vegjutësia. Ka konflikte tjera që zgjidhen në mënyra tjera, ke kriminalitet të shtuar. Është rritur kriminaliteti? Them se po, unë nuk kam matje, unë s'kam një metodologji, por ka njerëz. Intuita jote do të tregon po çfarë ndodh? Kur funksionon, ja ta them unë, kur funksionon drejtësia, edhe kontratat nuk zbatohen. Po themi kot. Një kontratë mes një ndërtuesi dhe një pronari trulli, kanë pretendime palët. Edhe ndërtuesi mund t'i thotë në fund, thotë shkon gjykatë, se e di që shkojnë gjykatë është si me shku në kalendat greke, s'ka gjykatë që i bën derman, domethënë punës. Në këtë kuptim ngelen ka dhe një lloj shthurje, themi ne, shoqërinë, kupton se nganjëherë dhe friga e ruan vreshtin. Pra, nëse e di ti që gjykata vepron shpejt, ti ulesh, e zbaton kontratën, se thu që shiko ku do shkojnë gjykat për një muj, ose merr me sigurimi pa dije, ose zgjidh çështjen ku po shkoj. Kurse kur e di që vendimi i formës prerë është vite larg,